vendim për shkarktimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash për miratim. Votimi është i fshehtë me elektronik. Koleg, hapet votimi. Ju lutem, koleg, votoni. Koleg, vazhdoni, votoni. Atëherë mbyllet votimi. Janë 79 vota kundër, 10 vota pro, 0 abstenim. Projekti vendimi nuk miratohet.